Përshëndetje dhe mirë se vini në edicionin qendror të lajmeve në Radio Televizionin 21. Për 2 orë, komuniteti i biznesit protestojnë në Prishtinë kundër vendimit të zyrës së regulatorit të energjisë, që parashet daljen e bizneseve në tregun e lirë energjetik, vendim që pritet hyjë në fuqi më 1 qershor. Përfaqësues dhe punëtorë të bizneseve cilësuan këtë mas si një goditje të rëndë, duke kërkuar nga institucionet përkatëse që të reflektojnë edhe të mundsojnë një fazë tranzicioni. Në të kundërtën, ata paralajmëruan veprime më të ashpra. Me qindra makineri të bizneseve u vendosën e hyrje dalje të Prishtinës në shenjë proteste kundër vendimit të zyrës së regulatorit të energjisë për dalje në treg të hapur të bizneseve. Në hyrjen nga Veterniku që në orën 10 maunët dhe makineritë e tjera të kompanive biznesore zunë vendet vetëm në 2 korsi të rrugës. Korsit e tjera u lanë të lira për qarkullim derisa njësitet policore kujdeseshin për mbarvajtjen e trafikut dhe të protestës. Bizneset dhe punëtorët protestues shprehen shqetësimin dhe pagnacitë e tyre ndaj vendimit të ZRE-s që i detyron ata të dalin në treg të lirë energjetik, duke thënë se i njëjti është goditje e madhe për bizneset, pasi nuk mund të përballojnë shtrejtimin e mëtejmë të energjisë. Normal që na dëmton, unë jam shofer, por kjo ndikon për krejt, mas pari për fabrikën, pastaj për kjo shkon zinxhir, deri te konsumatori më i fundit. Kërkesat tona me liru rrymën, jo me shtrejtuar, se kjo nuk është në rregull. Jemi kompani prodhuese drithnav, nëse bëhet shtrejtimi i rrymës, duhet me bëhet shtrejtimin e drithnave. E ndikon edhe tek punëtorët. Kjo rrezikon me u mbyll shumë biznese edhe shumë prodhimtari. Përveç Veternikut, destinacioni protestuesve ishin edhe hyrjet nga Fushë Kosova, Gjilani dhe Podujeva, ku po ashtu u vendosën makineritë e bizneseve që preken nga vendimi i ZRE-s. Protestuesit thanë se me vendimin e ZRE-s u rrezikohen vendet e tyre të punës. Jam veti 5 jantar, më rreziku vendi i punës, në kontar në akuzojës, shumë vështirë për mua. Humjet janë mëdha si për biznesën tonë, për përgjithësi të Kosovës, kjo shkon në dëm të në bizneset mëdha. Protestuesit paralajmëruan radikalizim të veprimeve në rast se institucionet përkatëse nuk reflektojnë ndaj kërkesave të tyre për pezullim të vendimit. Çmimet për vjet, gjinja të ikë për këtu, me mujtë edhe tokën s'ja vlon këtyve. Çka nëse nuk ka pezullim të vendimit ose shtypje? Çka ka? 2 bomba, na e kajtë komplet, me qeveri me kajtë. 2 bomba në tonë dhe hetë. Në tjetër ses në kam metë. Nëse që s'ka efekt, ka me pos protesta, jo veç në Prishtinë, për gjithë kam, krejtë Kosovë, krejtë duhet me dalë. Protesta, ashtu siç ishte parapar, përfundoi në orën 12 dhe protestuesit u shpërndan në mënyrë të qetë. Vendimi i zyrës së regulatorit të energjisë, i cili përfshin bizneset që kanë mbi 50 të punësuar ose mbi 10 milion euro qarkullim vjetor, pritet të hyjë në fuqi më 1 qershor mes kundërshtimeve të ashpra të bizneseve. Drejtori i bordit të zyrës së regulatorit për energji Ymer Fejzullahu tha se pavarësisht kundërshtimeve të shumta përfshirë dhe bllokimin e hyrjeve të kryeqytetit nga bizneset këtë të enjte, vendimi për dalje në treg të hapur energjetik hyn në fuqi nga 1 qershori, ashtu siç ka qenë e planifikuar. Zoti Fejzullahu, përshëndetje. Si jeni? Më falja, mundem me një prononcim, ju lutem? Jam Sofia, gazetare prej 21-shit. Për çështjen e protestës sot, besoj e keni pa, është mbyll kryeqyteti për 2 orë prej bizneseve në kundërshtim të daljes në treg të lirë. A kemi pas një reflektim prej ZRE-s? Po ZRE-ja ka marrë vendimin, e ka prononcuar, vendimi është publik, raporti ka qenë publik. Kështu që ju lutem ju referoni raportin. Mirë, po i kemi gjithë këto kundërshtime prej bizneseve, prej qytetarëve. Tash sa kohë kemi pas protesta.
pa ditë të deponume, kemi pas mbledhje të nënshkrimeve, sot përsëri është proteste Bordi Zërajsi ka bizneseve. shqirtu këtë çështje dhe është vendimi në fuqi ende. Do të thotë nuk do të kemi ndonjë ndryshim lidhur me këto vendime. Tash sipas vendimit të Bordit Zërajsi, ai vendim është ende në fuqi. Pavarësisht krejtësisht në kundërshtimeve, a do të ketë diçka Edhe tjetër? një herë po e përsëris, vendimi është në fuqi dhe data 1 qershor do të jetë data e liberalizimit të rregullt. A kemi mjaftueshëm kompani të licencuara për daljen në treg të hapur? Sipas raporteve të dërguara nga Zërreja, rrihen rreth 5 kompani që kanë dërguar oferta për bizneset tona. Presim në datën 1 qershor që ky numër të rritet edhe me tutje. Kryeministri në detyrë Albin Kurti komentoi protestën e bizneseve duke thënë se koha e barikadave ka kaluar. Sipas tij, vendimi për dalje në treg të lirë energjetik për bizneset nuk është i befasishëm pasi ligji ka hyrë në fuqi nga viti 2016. Kurti ti reagoi Oda Ekonomike e Kosovës, sipas cilës i njëjti është duke manipuluar dhe në vend se t'jap cilësimet protestës, le të ofrojë zgjidhje. Protestën e sotme të bizneseve dhe të punëtorëve të tyre, kryeministri në detyrë Kurti duket se e krahasoi me kohën e barikadave në veri të vendit. Ai akuzoi Odën Ekonomike të Kosovës duke thënë se në vend që t'ju qëndroj afër bizneseve për daljen e tyre në treg të lirë energjetik, ajo po tenton të bllokojë rrugët magjistrale, por që siç tha, koha e barikadave ka kaluar. Ajo çfarë Oda Ekonomike e Kosovës nuk po ju tregon, është se plotësimi i kërkesës së tyre nuk e zgjidh problemin, por veç se e bardh koston e energjisë së këtyre 1200 ndërmarrjeve te faturat e secilit prej jush. Secilës familje dhe mbi 100.000 biznese tjera më të vogla që janë më pak të fuqishme e të zëshme sikurse disa. Për të mbrojtur 1% të ndërmarrjeve më të fuqishme në kurrez të 99%-shit dhe të familjeve anën banë Kosovës, ata po duan që të bëjnë barrikada në hyrjet e Prishtinës. Por koha e barrikadave në Kosovë ka kaluar. I kemi hequr ato kudo ku kanë qenë dhe jemi zotuar që nuk do të lejojmë më të reja të vendosur. Kryeministrit në detyrë Kurti ju kundërpërgjigj kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Lulzim Rafuna. Sipas tij, Kurti është ai i cili po manipulon. E para, kjo nuk ka barikad, kjo është protest, dhe e dyta nëse ka dosh me krahasu me një pjesë tjetër territorit, nuk qëndron, se shifët çfarë proteste pasore jemi të bërë, sa e civilizuar mënyrë institucionale është duke bërë, domethënë shpreha kësaj pakënaqësie. Dhe nëse ka kalu koha e protestave barikade, atëherë ofroje mundësinë, ofroje zgjedhjen dhe biznesi s'ka nevojë me dalë. Po manipulon kryeministrin këtë rast, se 1300 biznese, të cilat kanë të punësuar 143.000, që i bie në total një 330.000 që i ka të punësuar në sektori privat, këto 1300 kanë 50%. Kryeministrit në detyrë për barikadat i reagoi edhe Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë e Kosovës. Ne nuk jemi për barikada, por ky kryeministër e dim që ka ardhur në detyrë, e që ka ardhur sa protesta, sa dhunën i ka shkaktuar shtetit. Ne nuk jemi për me shkaktuar dhunë, sepse gjithçka që kemi ndërtu nga tatimet tona, që ai nuk i ka kriju. Përmes bllokimit të hyrjeve në kryeqytet me makineri të rënda, bizneset për 2 orë kundërshtuan vendimin e ZRE-s për daljen e rreth 1300 kompanive në treg të lirë energjetik nga 1 qershori. Por sipas kryeministrit në detyrë Kurti, vendimi për liberalizimin e tregut energjetik nuk është i befasishëm. Ne i mirë kuptojmë brengat e tyre në lidhje me sfidat e kësaj faze të tranzicionit, por është rëndësishme të theksojmë se ky proces nuk është i befasishëm. Ligji për energji elektrike është miratuar që në vitin 2016. Kurti gjatë mbledhjes së qeverisë ju bëri thirrje të gjitha odave dhe bizneseve të fillojnë të mendojnë mençur për eficiencë dhe optimizimin e shfrytëzimit të energjisë, derisa u zotua se do t'ju qëndrojnë afër bizneseve në procesin e liberalizimit të tregut energjetik.
Pronar biznesesh në Kosovë ngren alarmin për vendimin që liberalizon tregun e lirë energjetik, i cili vë në situatë për të marrë një nga dy vendimet e vështira: largimin e një numrit punëtorëve nga puna ose zhvendosjen e bizneseve në shtetet e rajonit. Përfaqësues të bizneseve thonë se me këtë vendim rrezikohen rreth 70.000 punëtorë. Zyra e Rregullatorit për Energji Elektrike ka konfirmuar se nuk do të ketë shtyrje të afatit për liberalizimin e tregut e energjisë. Sipas vendimit të Zyrës e Rregullatorit nga 1 qershori, të gjitha bizneset e mëdha të cilat kanë 50 punëtor apo qarkullim vjetor deri në 10 milion euro do të duhet të gjejnë vetë furnizuesin e tyre për energji elektrike. Në këtë situatë, pronari një kompanie në Kosovë, e cila merret me prodhim të metalit, Njazi Musliu, në emisionin Klik të Radio Televizionit 21, bën të ditur se ky vendim i Zyrës së Rregullatorit e lë para dy zgjidhjeve të padëshirueshme për biznesin e tij. Po ne për momentin do të paguajmë dikun ndoshta në vit 130.000 euro, nëse këto shumëzojmë me përqindjen, do të thonë dalëm te 350-400.000 euro, që të thotë që ne e kemi pamundshme me qenë konkurrent në treg, ne detyrohemi, do të thonë, me ardhi ajo formula që e ka paraqitur qeveria në 50 punëtor, edhe të largojmë punëtor për punës, atëherë në të merret qeveria me ata punëtor, ose ne gjojmë një zgjidhje tjetër që investimet tona të orientojmë me në shtet që janë më të favorshëm edhe që mbështesin biznesin e ju sikur qeveria që për momentin është thuajse anti-biznes. Në Kosovë, aktualisht janë të regjistruara mbi 1.000 kompani të cilat i prek vendimi i Zyrës së Rregullatorit të Energjisë Elektrike për liberalizim të tregut energjetik. Në këtë situatë, drejtori i dhomës së tregtisë, Kushtrim Ahmetaj, thotë se qeveria i ka lënë mbi 60.000 punëtorë në duar të fatit. Me këto veprime nuk po jepet porosi mo. Domthon, as nuk po jepet porosi për këto biznese që janë këto, as për ata që po tentojnë ose që po synojnë të rrisin kapacitetin e tyre të bizneset në vend, ose ata që po synojnë të vinë ose që po mendojnë të vinë të investojnë në Kosovë. Kjo është porosi negative për gjithçka. Për çdo element që ndërlidhet me zhvillimin e ardhshëm ekonomik të vendit është porosi puro negative, e cila do të ketë pasojë jashtëzakonisht shumë të mëdha. Kryeministri në detyrë Albin Kurti, në një deklaratë të tij, ka fajsuar odën e ekonomike për nxitje të protestave. Njohësi i çështjeve të ekonomisë Lulzim Beqiri thotë se deklaratat e tilla lënë të kuptojnë se ka një marrëveshje në heshtje mes qeverisë dhe Zyrës së Rregullatorit. Kjo qasje e institucioneve veç e vërteton faktin që është bën koordinim të heshtur edhe rritja e çmimit të energjisë elektrike, njëkohësisht edhe dalja në tregun e hapur, për faktin që nuk ka një reagim zyrtar përveç deklaratave se do të mbështetet prodhuesi vendor, ende nuk ka një paket ndihmëse dhe kjo shqetëson jashtëzakonisht shumë si ekonomist për faktin që biznesi pothuajse veç është plan kollapsit dhe një pjesë e madhe e bizneseve po tentojnë të largohen nga Kosova. Aktualisht në treg janë të licencuara 21 kompani që furnizojnë me energji elektrike, ndërsa një është në proces licencimi. Operatori për furnizim me energji Kesko, që aktualisht furnizon shumicën e konsumatorëve familjar dhe industrial, është një prej tyre. Bizneset të cilat kanë pranuar oferta nga Kesko bën të ditur se ajo i ka ofruar një çmim prej 264 euro për megawatt në orë, që i bie se është 3 fishi i tarifës aktuale. Konstituimi i Kuvendit Kosovës se mori dot dritën e gjelbëras në seancën e kësaj të enjte, ndërsa akuzat e hedhura mes partive politike tregojnë qartë se një marrëveshje e tyre është ende larg. As në tentimin e 23 deputetet e Kuvendit nuk kanë arritur të konstituojnë këtë institucion. Lëvizja vetëvendosje dhe këtë të enjte ka synuar që të formohet një komision për votim të fshehtë, por pa sukses. Nuk kemi quorum, seanca ndërpritet. Pas dështimit e seancës, kryetari i PDK-s Memli Krasniqi ka akuzuar vetëvendosjen e cila sipas tij nuk e ka hallën e formimit të institucioneve e as të lashet të bizneseve, por kalkulimet politike për interesa partijake. Dhe duket se s'ka interesim e as një veprim që do ta nxirrte Kosovën nga situata e rëndë në cilën kjo kryenetësi politike e Zotit Kurti dhe partisë vetëvendosje e ka fut vendit tonë.
Shefja e grupit parlamentar të LDK-s Hykmete Bajrami ka shprehur shqetësim për mos konstituimin e kuvendit dhe për protestat e bizneseve si shkak i politikave, siç ka thënë bllokuese të vetvendosjes. Derisa komuniteti i biznesit, punëdhënësit e 143.000 punëtorëve, mbajtësve të 143.000 familjeve janë detyruar që të bllokojnë të gjitha rrugët e Prishtinës, lëvizja vetvendosje Parlamentit e Kosovës ja jep për të 23-ën herë pauzën prej 48 orëve. Këtyre kritikave ju përgjigj deputeti i vetvendosjes Armend Muja. Qëllimet e PDK-s dhe partive opozitare janë që të bllokohet kuvendi me qëllim që të parandalohet formimi i qeverisë kurti. Udhëheqësi i seancës konstituive Avni Dehari një ditë më parë tha se pa një marrëveshje politike nuk mund të konstituohet kuvendi, por vetvendosja nuk ka treguar nëse janë drejt një marrëveshje politike me kryetarin e nismes Fatmir Limajin, edhe pse për një gjë të tillë u raportua mbi mundësinë e një bashkëpunimi. Unë nuk kam informacion të tillë sepse nuk jam në këtë grupin ku diskutohen këto vendime. Ndërkohë, kryetari i nismes Fatmir Limaj e ka pranuar se është takuar me deputetin e vetvendosjes ish kryeparlamentarin Glauko Njufca, por mohoi se ka parafrime për bashkëpunim. Kjo tregon normalitetin e një shoqërie ku drejtuesit politik janë të përgjithshëm dhe takohen me njëri tjetrin, bashkëbisedojnë, s'është më rëndësi pajtohen. Nëse do të ketë apo jo marrëveshje vetvendosje nisma, ish partneri i koalicionit me Limajin, kryetari i AK-s Ramush Haradinaj ka thënë se nuk ka interes rreth kësaj çështje. Kush me kënd takohet, më tutje është diçka mos i përbën ai lajm. Ditëve të fundit është raportuar edhe për një parafrim të deputetit të PDK-s Nait Hasani me deputetet e vetvendosjes. Ai para disa dite kishte zhvilluar takim me Albulena Haxhiun, ndërsa gjatë kësaj të ajte pas dështimit të seancës deputeti Hasani është parë së bashku me deputetet e vetvendosjes Shqipe Selimi dhe Arben Vitia. Por vetë deputeti Hasani e ka pranuar se ka përpjekje nga vetvendosje që të i bindin për të votuar Albulena Haxhiun dhe për formimin e qeverisë, por ka mohuar se takimet e tilla kanë të bëjnë me kalkulime politike. Ka përpjekje të vetvendosjes të deputetët me kërku, me mbështet, po jo koalicion. Ka pas të PDK-ja tentim për t'i bindur tek deputet? Ka pas. Nuk e kam rri. Me na të bind neve që ta votojmë ato. Derisa vazhdojnë përpjekjet për ndonjë marrëveshje politike, vazhdimi i seancës për konstituimin e kuvendit vazhdon pas 48 orësh. Vazhdojmë me kronika që trajtojnë probleme të thella të shoqërisë sonë. Papunësia dhe rritja e çmimeve u cilësuan si shqetësimet kryesore në Kosovë nga Bashkimi Evropian. Kjo situatë vlerësohet se do të ndikojë në rritjen e pasigurisë ekonomike, e cila sipas ekspertëve pritet të ketë pasoja afatgjate. Pesë 4 vjeçari çdo mëngjes zgjohet me një ritual të heshtur. Nuk ka ora alarmi as ndonjë agjend pune, por ka një ndjenjë që nuk e braktisi kurrë, atë të shpresës. Një shpresë e vjetër pothuajse sa vetë mosha e tij, e palodhshme por e tretur nga vitet dhe pritja. Prej 36 vitesh, çdo ditë del në rrugët e kryeqytetit me një qëllim të vetëm, të gjejë ndonjë punë krahu. E shpesh herë për të arritur këtë, i duhet të nisë rrugën nga Kolovica në këmbë, sepse nuk ka para as për biletën e autobusit. Prej 89 zdash. Edhe qështu të përnu privat. Ka njerë përnujmë, ka njerë së përnujmë. Disa vjetë ku më apliku për punë, pas së më kanë qitë. Ju më kam nënë të lejmë rumë, e ku më lëmë më, si më lejmë buku. Petim të vogël ko. Veç ka ere ka bënan ma shumë, ka ere 2-3 ditë s'pënon kur që. Ka ere s'kije porë, do të më jetë s'kom. Edhe pse vitet e kanë lodhur, e edhe pse çdo kthim pa punë i lën një boshllëk të thellë, ai nuk ndalet, sepse për të puna nuk është thjesht burim jetese, por është vetë dinjiteti. Po dal mëngjes që thot deri në 3 ora rri edhe shkep i shtëpia. Që sa të s'kemë punu kur gjë.
Sipas barometrit standard të Bashkimit Evropian, vetëm 18% e qytetarëve të Kosovës vlerësojnë se situata ekonomike në vend është e mirë dhe se kanë pritshmëri se gjendja përgjatë 2025-s do të ndryshojë. Ish kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërgjaliu, vlerëson se papunësia ndikon në rritjen e pasigurisë ekonomike, e cila pritet të ketë pasoja afatgjate. Do të kuptohet që një ndër indikatorët kryesor të qëndrueshmërisë ekonomike në Kosovë është konsumi. Sa më pak të kemi qytetarë që po e braktisin Kosovën, kemi pas konsum më pak, sa më tepër të kemi ngritje të çmimeve do të jetë indikatori i dytë, dhe në këtë drejtim besoj që Kosova po zbrazët dhe efekti i aspektit ekonomik dhe inflacioni i importuar po e godet standardin e jetesës në Kosovë. Ndërkaq analisti politik Jeton Halimi vlerëson se ndikim në këtë mes ka dhe mos krijimi i institucioneve të reja. Është mbet një vargërçje dhe popullata në Kosovë është mbetë shumë bazë dhe është inshtritu sene dhe është voglu shporta popullatës Kosovë dhe po shpresoj që këtë edhe popullata në Kosovë se ka merituar. Rritja e çmimeve dhe inflacioni përmenden në mënyrë të përsëritur si problemet më të mbrapa që ndihen në jetën e përditshme. Të dhënat zyrtare flasim për rritjen të numrit kosovarëve, të cilët për shkaqe të shumta kryesisht sociale vazhdojnë të migrojnë jashtë vendit. Ndër arsyet që përmendin sociologët dhe ekonomistët janë puna dhe pakënaqësitë me sistemin shëndetësor dhe cilësinë e arsimit. Problemeve esenciale për qytetarët, të cilat e kanë rënduar jetën tash një kohë të gjatë, i është shtuar edhe emigrimi, që sipas statistikave zyrtare për 3 vjet radhazi, nga 2021 deri në vitin 2023, e ka zbrazur Kosovën për rreth 105.000 vetë. Brenda 3 vitesh nga fillimi i vitit 2021 deri në fund të 2023-s, nga Kosova janë larguar mbi 105.000 qytetarë. Në vitin 2021 janë larguar mbi 42.000 qytetarë, mbi 41.000 në vitin 2022 dhe 21.244 në vitin 2023. Të dhënat për numrin e qytetarëve në Kosovë që janë larguar nga vendi gjatë vitit 2024 do të publikohen gjatë muajit qershor të këtij viti. Tkurrjen e popullsisë, Vehbi Mujku nga Instituti për Zhvillimin e Politikave Sociale e cilëson alarm edhe për faktin se ndikon drejt për drejt në zhvillimin ekonomik, social e shëndetësor të vendit. Numri personave që largohen nga Kosova është shumë i madh. Nuk i kishim marrë për bazë vetëm 3 vitet e fundit, mirë nëse shohim regjistrimin e popullatës të vitit 2019 edhe regjistrimin e popullatës të vitit 2024, Kosovës i mungojnë rreth 350.000 banorë. Kjo është një shifër alarmante për një periudhë kaq të shkurtë kohore të largohet një qytet i tërë. Ndoshta sa krejt Prishtina të largohet për një herë nga Kosova. Dhe kjo ndikon drejt për drejt edhe në plakjen e popullsisë, edhe në tkurrjen e popullsisë që ne jemi dëshmitar që kemi pasë nga viti 2019 deri në vitin 2024, dikun për 5 vite Kosova është më e vjetruar, ka qenë dikun rreth 30 vite, tash është 35 vite mosha mesatare. Janë shumë arsye që detyrojnë qytetarët ta lënë atë dheun për një jetë më të mirë, thot ekonomisti Alban Hashani, i cili thekson tregun e punës dhe ngecjet në sistemin shëndetësor dhe në fushën e arsimit, ku është konstatuar rënje e cilësisë. Ndikimi është shumë i madh, kjo është evidentuar edhe në regjistrimin e fundit të popullsisë. Siç e keni vrejt, popullsia e Kosovës është tkurrur gjatë 11 viteve të fundit, edhe pjesërisht ose në masën më të madhe kjo i atribuohet emigrimit. Madje prej vitit 2015, kur efektivisht Gjermania veçanërisht e ka bë më të lirë që njerëzit nga Kosova më shku me marr leje pune, Kosova në mesatare vetëm Gjermani me leje pune ka humbur 1% të popullsisë në baza vjetore, që i bjen që ka një efekt madh për Kosovën dhe kjo krijon një presion të madh në ofertën për punë në Kosovë, pra tregun e punës të Kosovës dhe reflektohet edhe tek bizneset. Një vend i vogël si Kosova ka shënuar rekord të ikjes së qytetarëve drejt perëndimit në vitet 2014, 2015 dhe 2021. Në këtë dyndje të popullsisë duhet potencuar sidomos vitin 2015, kur patën migruar mbi 74.000 qytetarë. Në seancën e sotme të Parlamentit të Maqedonisë së Veriut, deputetja Ilire Dauti kërkoi përgjigje nga kryeministri Mickoski
për propozim ligjin me të cilin përjashtohet diaspora nga procesi zgjedhor. Njëkohësisht kërkoi që ky vendim të tërhiqet sepse siç theksoi është diskriminues. Mickoski ndërkaq që tha se kanë për qëllim ndryshime të cilat do të jenë në përputhje me zgjedhjet lokale, duke bërë thirrje njëherësh për ndryshime dhe në kodin zgjedhor për një njësi zgjedhore. Tema mbi të cilën dje u zhvillua debat i ashpër në lidhje me përjashtimin e diasporës në procesin zgjedhor ishte pyetja që Ilir Dauti nga Fronti Evropian ja parashtroi kryeministrit Mickoski. Ajo kërkoi që propozim ligji nga nëntori i vitit të kaluar të tërhiqet dhe vendimi të jetë i pavlefshëm, duke vlerësuar diskriminues. Diaspora e përkrah ekonominë e shtetit dhe nuk meriton të përjashtohet, tha Dauti. Sepse duhet të qëndrojë në ligjin për vetë qeverisje lokale neni i cili parasheh zvoglimin e numrit të këshilltarëve duke përjashtuar popullsinë e cila është mërgat, njihet si qytetarë të cilët jetojnë me punë apo punojnë përkohësisht jashtë. E shoh të arsyeshme që një ditë më parë ai propozim ligj të tërhiqet nga procedura, ndërkaq vendimi i qeverisë ashtu siç është sjell ashtu nga ana e juaj të bëhet i pafuqishëm. Qëllimi është i ndryshëm, tha kryeministri Mickoski, i cili shtoi se kjo është për të bërë ndryshime që të jenë në përputhje me proceset zgjedhore kur zgjidhen kryetar komunash dhe këshilltar. Ai kërkoi përkrahje për të bërë ndryshimet e kodit zgjedhor për një njësi zgjedhore dhe të përfshihen edhe votat e diasporës. Unë ju bëj thirrje të gjithëve që të ndryshojmë kodin zgjedhor për të bërë një njësi zgjedhore duke përfshirë edhe votën e diasporës. Po ashtu duhet të lejojmë të formohen vendvotime në shtetet ku lejohet sipas kushtetutës për vendvotime jashtëpërfaqësive diplomatike dhe konsullore. Dauti pyeti Mickoskin për shkollën në fshatin afër Krushevës në Rov të legalizohet objekti i ndërtuar sepse siç tha, nxënësit mësojnë në kushte të këqija. Mickoski e thiri Dautin që bashkë të shkojnë dhe ta zgjidhin këtë çështje, por siç theksoi në mënyrë ligjore, për shkak se objekti është ndërtuar në një parcel të parregulluar dhe pa leje të komunës. Për më tepër informacione, vizitoni edhe portalin ton rtv21.tv. Mirupafshim.